Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New Jersey për të folur për zgjedhjet në New York dhe zgjedhjen e kryetarit të ri të bashkisë Zoran Mamdani, i cili ka shkaktuar një tërmet në të gjithë botën, përfshirë edhe në Shqipëri, jo vetëm për prejardhjen e tij, përkatësinë pra nga vinte ku ishte rritur, feja, por mbi të gjitha edhe për faktin se është parë dhe lexuar nga një pjesë analizëve dhe medias, si goditja e parë fort që merr Donald Trump, pra republikani, pasi Mamdani është demokrat, aq më tepër i mbështetur edhe nga Sorosi. Për këto dhe të tjera, për t'i sqaruar më shqip, më shkoqur dhe më shkurt, do të flasim me zotin Sadri Kortoçi, aktivist veprimtar politik, i mjaft i njohur për bisedat e tij që ne kemi zhvilluar në kanalin ton, por edhe në media të tjera. Sadri, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, kënaqësi me ju. Kënaqësia është e gjitha imja, ne kishim planifikuar këtë bisedë përpara zgjedhjeve në New York, por zhvillimet her pas hershme aq më tepër ato që ndodhin në Shqipëri na e shtyn për në këtë moment dhe doli më mirë sepse do të flasim për kryetarin e ri të bashkisë, që ka shkaktuar reagime të shumta. Po kush është ai, Sadri, dhe pse kaq në qendër të vëmendjes? Sepse nuk kanë munguar edhe ca foto me shqipojën ande, kemi futur dhe ne pjesën tonë në këtë mes. Edhe shqiptarët janë pjesë një pjesë pagit të madhe në New York, sidomos të zona që janë të përqendruar më shumë emigrantat, sikurse është Brooklyn, Bronx edhe Queens, edhe Staten Island, si thon ta Staten Island, me qytë kështu anglisht. Fakti që ka bërë buj është normal se të fitoj një njëri që është social-demokrat, edhe nështë edhe më shumë... Komunisti thonë këta, nga Shqipëria thonë që ka fituar një komunisti. Po në vërtet, sikur komunizëm ngjason me atë kapitalizmin që është aktual në New York, edhe që ka të paktën 300 vite, që Amerika si shtet, edhe pranej bota habite, se si ka mundësi, por historia përsëritet. Teoria social-demokrate, teoria socialiste, teoria komuniste në krahasim me kapitalizmin, teoria Marxit, e ka shpjeguar shumë bukur, se si kapitalizmi, teoria kapitalizmit në krahasim me socializmin është teori shumë e bukur, është teori moderne që shumë vende të botës e kanë përkrahur, që nga që me njëherë me bolshevizmin me këto, se s'po them në atë rangun e bolshevizmit të egër, por teoria socialiste është shumë teori mirë, se njerëzit paka shumë njerëzit që kanë nevojë, shteti ju siguron gjëra që m'ia bë si më thonë, ja bë më atlet jetën e tyre, ja vlerëson. Në raportin edhe qërave, në raportin e ushqime, në raportin social, në kuptimin e fjalës me pas shumë shërbime të kontrolluar nga shteti që mos të goditen nga pjesa kapitaliste dhe të mbrojtur stresat e nevojë. Sigurisht, edhe është një por jo banat. Duket e bukur, sa është e lezueshme për ne që kena jetu në një vend jo social-demokrat, po socialist, në vërtet se s'kena qenë demokrat as pak a shumë e dim, tash ja futin pak kryp, pak beper, si thonë demokraci, gjoja edhe liri edhe plus social, por a do realizohet, kjo në vërtet ishte edhe, si me thonë, pak kundra përgjigje, jo se janë njerëz akoma kundra Trumpit, por thjesht jeta domos në shtetin e New Yorkut është bën vërtet është jetë e shtrenjtë. Raportet statistika tregojnë që rinia sot, pjesa më e madhe e atyre që kanë votuar në New York, në New York State janë shumica përveç Manhattanit që jetojnë njerëz që kanë të ardhur më të mira, pjesa tjetër janë pjesë klasë mesme të klasë ulët. Klasë ulët, po them klasë ulët, se s'mundesh me quajtur klasë ulët njerëzit që jetojnë në për këto vende, po nuk i kanë kushtet ndoshta të barabarta me atë pjesën e klasës mesme. Kështu që ai ka godit, ka tentuar që
me fitu votën e këtyre njerëzve, sidomos të emigrantëve, në të zona ku shumica janë emigrantë. Njerëz që paguajnë qira shtëpia, njerëz që janë rentaxhi, se çdo emigrant që vjen në New York, të paktën I merr një 10 vjet derisa arrin me ble një shtëpi. Kështu që ai normalisht do jetojnë më rent. Pra I ka goditur në atë pikën më të dhimbshme, më delikate, pra I ka godit, domthon ke ajo që I shqetëson njerëzit në New York. Domthon kush I shqetëson kush është pagesat për shembull me arrit me bë pagesën $30 minimum për orë. Me bosh ato me bë kopshtet falas, mi dhon domthon mundësi çifteve që më shumë punu që të kenë mundësi me lënë fëmijët në ditën në kopshte. Me arrit me ul tarifat, me ngri ato qirat e shtëpive. Me arrit me ndërtu për shembull banesa me bë një sistem pak a shumë sikur të Evropës, me arrit bashkia që me ndërtu banesa për njerëz që nuk kanë mundësi, domthon bazë të ardhurave me pas edhe qiran. Pasi shteti këtu mundet me kontrollu më lehtë se sa individi. Individi është kapitalist, është privat, ai mundet me rrit rentin nga $1.000, $1.500, nuk ka asnjë lloj mundësie që shteti me kontrollu faktikisht, përveç se disa vende që renti është në kontroll, që kanë qenë ashtu prej fillimit. Këto janë ato pikat që ky I ka godit në atë fushatën e vetë elektorale nëpërmes ka aktivizuar të paktën diku rreth 90.000 vullnetar që me bë fushat me troki deri në derë, tash kur troket deri në derë normalisht që dikush të kthen mbrapa, dikush edhe migjon, dikush edhe ndoshta s'ka dëgjuar edhe ndëgjon diçka që s'ka dëgjuar asnjëherë nëpër media ose si ka fu dikush thotë okay, ta provoj. Por nuk është problemi se në Shqipëri pashtë isha ke Klan Kosova e futin ke kanalet fetare. Po, ç'është kjo të mirë, domethënë pjesa e emigracionit që erdhi edhe pjesa e komunizmi, socializmi, socialdemokracia, po tani ndalemi çik edhe tek feja. Propaganda fetare, propaganda amerikane, mediave amerikane nuk gjithmonë duke pas Izraelin mes. Këtu është bërë një propagandë anti-muslimane. Vazhdimisht ka qenë një propagandë kundër muslimanëve. Është paraqit feja muslimane si fe radikale, si fe që bëjnë krime, fe që vend bomba, terrorist, që as pak, vërtet... Ata ndihmuan edhe Trumpin, në mos gaboj, patni edhe një marrëveshje me ta. Nuk është as pak e vërtet. Duke pa, që ato genocidin edhe ato që ka ndodhur sot në Palestinë, prej shtetit Izraelit dhe prej Izraelitëve, aty merr pak a shumë e kupton se kush është në vërtet feja muslimane me në krahasim me fetë të tjera. Por nuk e shoh se në përgjithësi ato njerëz gjithmonë mënyra e sulmit është mënyra e mbrojtjes është sulmi, këta pas tonë në Shqipëri. Tash ky argumentin më të parë që ka hedh kur ka dalë fushat për me mbrojt veten ka thonë që unë jam musliman. Nuk e ka mshef as një sekond atë qenët musliman. Pjesa që kanë votuar ato pa marrë parasysh a kanë qenë latino, a kanë qenë shqiptar, a kanë qenë emigrant nga vende të tjera, apo kanë qenë krishtian apo musliman, njerëzit nuk e kanë pa si njeri me energji, I përgatitur, ka pas kandidatin tjetër që ka qenë I partisë vet Andrew Cuomo që ka qenë edhe guvernator I New Yorkut. Mënyra kur është larguar Cuomo ka qenë akuzuar paktën për disa gjëra morale, domthonjë që ato punëtorët, ato employed, ato njerëz që kanë punuar për ta, domthonjë kanë dalë hapur dhe kanë thonë që na ka ngacmuar seksualisht. Dhe njerëzit këtu janë shumë sensitiv, nëse ti e shkel kur je në politik, është pak a shumë e vështirë ta dominesh edhe një herë, domethënë ta japin shansin edhe një herë. Një herë ti jepet shansin politik në vende të zhvilluara,
Ndërsa jo për herë dytë ose tretë ose të katërt ose të pesë, sikur ndodh në disa vende si puna e Shqipërisë. Një Por herë, nëse kjo ka ti qenë një goditje edhe për Trumpin, sepse ai sulmonte kryetarin e Bashkisë Londrës, po tani vajt në mes të New Yorkut. në gjë, edhe Londra ka provuar, nuk është të kesh në mes të një, të thosha, një prej shteteve më të fuqishme në Amerikë, siç është New Yorku edhe Manhattani, që pak a shumë me thonë edhe si kryeqyteti i Amerikës, të kesh një social-demokrat me drejtu bashkinë, nuk di se sa ka arrit me realizu ato që ka thonë, por nga gjithë premtimet e tij, ai pa arriti 20 deri në 30%, unë do them që është shumë i suksesshëm. Ne, të paktën që në arrit Shqipëri, nuk e di për ty, a ke arrit dyqanet shtetërore, ku kanë qenë pranë Londrës? Jo, unë jam në kufi. Dyqani që ka qenë i shtetit, ka asim me një dyqan që është sot privat. Ai tha që do arrit të bëjë gjitha dyqanet që shesin fruta, perime, ushqime shtetërore. Asnjëherë, edhe këtu në Amerikë, ti nuk e merr një shërbim nga shteti sikur se merr nga privati. Ne për shembull, këtu nga shteti janë kontrolluar kur shkon me marr patentat e shoferëve për shembull. Kur shkon me marr leje për ndërtim, që shkon ke punëtorët e qytetit, ke ato urbanistika, këto gjëra, kur ke nevojë me marr diçka ke shteti. Në kuptim fjalës ose me pagu qëran ato taksat e shtëpisë, ose kur keme pagu ujtë që shkot të bashkia. Ke që të presin mirë, po asësin nuk të presin mirë sikur se ke privati. Ne kena provu. Unë kam thonë përpara se këtë dalën major, kam thonë unë kam qef që këtë fitoj. Me arsyën e vetme se të aprovojnë edhe New Yorku, se kjo ka ngel pa aprovu. Njerëzit kanë qef me provu gjëra që gjithmonë njeriu kërkon diçka që s'e ka. Edhe asë dilli tash po na bie edhe syve. Po vetëm mbështet o pak edhe okay. Edhe ndoshta edhe video nuk del as bukur se unë e morë edhe pak me video. Aty je okay. Kështu që njerëzit gjithmonë provojnë diçka, domethënë kanë qenë me provu ato që s'e kanë. Ju tha që edhe pse ju nuk kishit mundësi të votonit për të, pra ju gëzonit simpati dhe ishit pro ti, po pjesa tjetër e komunitetit shqiptar. Unë as pak nuk jam pro ti, nuk jam as pak. E kam kuptuar e gabim atëre. Absolutisht, unë nuk tash një si teori është shumë teori e bukur, po unë asnjëherë s'e kam besuar se realizohet. Pra ju nuk besoni tek gjërat falas, mund ta themi ndoshta. Në Suedi, në disa vende skandinave janë shumë gjëra domethënë shumë sociale dhe njerëzit janë pajtu, por është problemi se në New York nuk mundesh me arrit mundesh me filluar, dhe kjo është fillimi, sikur se thonë edhe njerëzit analistat, kjo është fillimi i një epoke të re, se historia përsëritet, a kupton? Se njerëzit lodhen me kapitalizëm, lodhen me qiraja të shtreta, me pagesat, me gjanat, me trafikun, me çdo gjë, edhe vjen një moment sikur kanë zhvilluar revolucioni francez, a kupton, vjen një moment që njerëzit duan një ndryshim komplet nga tjetër, ta provojnë se s'e kanë provuar. Kështu që unë tash kam thonë inshallah fiton, vetëm për të arsye që populli i New Yorkut ta provojnë kush është socializmi, social-demokracia. Se kjo është thjesht, nuk është thjesht ke liria, ke drejtat e njeriu, domosdoshmë se njerëzit ngatrojnë domosdoshmë politikën me ekonominë. Thjesht njerëzit këtu votojnë për ekonomi. Nuk i intereson shumë politika. Nuk i intereson atij edhe komunist, nëse komunisti premton diçka që ta jap, ata votojnë për ti. Domethënë nëse ti arrin me marr me shit atë ideologjinë tënde, njerëzit votojnë. Thjesht njerëzit nisën ke xhepi. Kështu nisën edhe për Trumpin, kështu nisën edhe gjithmonë balancat marrin mes dy partive, mes dy krave, domethënë se njëna shoh pak më shumë, tjetra merr më shumë, pastaj ndryshohet kaos, se nëse kjo se ka realizuar, thotë okay, po shkoj këtu tjetër. Janë njerëz që janë të pavendosur, edhe një pjesë ndoshta s'ka votuar asnjëherë,
kanë me gjuhë gjona që ky ndoshta mundet me arrit edhe kanë besu. Por a është realizueshme është tjetër gjë. Asnjë politikan në asnjë vend, edhe këtu që po mendojmë se është një shtet më i rregullt nuk i realizon. Ai Trumpi tha për 24 orë do pushoj luftën. Edhe njerëz të zhgënjejnë, nuk është në dorën e tij 100% që ka filluar ndjet zhgënjimi ndaj Trumpit edhe tek ky votim pra. Po sigurisht ai ka qenë kundra veprim, domethënë i zgjedhjet fundit që bën, domethënë New Jersey, Virginia edhe New York. Kishin tre domethënë në New Jersey ishte për qevetar, për guvernator, fituan demokratë edhe këtu se kuptohet se edhe New Jersey është në kufi me New Yorkun, pak a shumë emigranta. Këta njerëz votojnë për Partinë Socialiste, njerëzit që janë ndoshta nuk janë atë rangun e kanë arrit një aristokracisë në kuptimin e fjalës ose kanë thjesht arrit me ideologji të mëdha, prej sa rriten gjithë emigrantat që vinë shumica vinë domthonë nga vende që janë të varfra, vende që s'kan demokraci. Sadri, po, a ka mundësi që një emigrant, djalë i ri, sikur bëhet ju përshkrimin, por e kanë bërë normalisht më zgjeruar, duke hyrë në detaje dhe mediat atje, por edhe të tjera ndërkombëtare, të arrit të fitojë Bashkinë e New Yorkut pa pasur një strateg mbrapa, një mbështetje të fortë. Këtu dua të dalë te Sorosi. Pra nuk është rasti një djalë i ri të garojë. Në Shqipëri është shumë vështirë se nuk beson askujt, por me falendruar atë inteligjencë artificiale sot mundesh me gjetë informacione për 2 sekonda, domthonjë që edhe unë dje për shkak pyeta shkova në internet edhe pyeta thash cila ka qenë influenca e George Sorosit ke fushata mandamit se këtë njerëzit e habit se si ka mundësi që ky me aktivizu të paktën 90.000 vullnetar që me trakit der në der, me shku me tregu ato programin e tij që ka për këtë 4 vite. Duhen fonde, duhen parë, duhen kohë me arrit me bë këto gjëra. Edhe këtu çdo gjë kushton. Nëse ti vetëm me mes makinën, domthon ty të kushton. Koha, gazi, trafiku, ato pagesat, ato tollat, në shqip toll, se di si thonë, domthon pagesa me kalu domthon nga Brooklyn në New York, nga atje në Bronx, domthon çdo gjë kushton, nuk e bën asnjëri për fal. Edhe nga këto që nxora dje për shembull George Soros jo direkt se tash ai është domthon Trump e ka në radar atë, jo direkt, por nëpërmes atyre shoqatave që i ka ky që i quhen ta non-profit organization. Gjëra shoqata që nuk bojnë parë, nuk janë për me gjeneru parë, ky ka dhënë me miliona dollar. Edhe në ai postimi që bëna sot, domthon ti je shef, domthon origjinal sikur ai Ramaduro jon, domthon dhe hedh krahun George Soros. Domthon është thjesht dikush që ka suportuar se këtë filozofia e këtyre është që nga Partia Demokratike domthon që është këtu kanë shkuar shumë ekstremat, është shkret thelbi i këtyre është ndoshta një ditë me kthy me pa dhe socializmin se kush është, a mundet me aplikuar në një kohë më moderne tash. Se sa ka për të arrit kjo nuk e di mes New Yorkut, por ky ka pas shumë lidhje të forta me shoqata që kanë qenë si shoqata për familjen e disa shoqata të tjera, domosdoshmë nuk po i maj mend se ishin gjithë ato. Por ka harxuar pak të $200-300 milion për fushatën e këtij. Jo direkt, nuk i ka dhënë çek ose nuk ka bën donacione sikur kanë bërë për fushatën e Trumpit, për shembull kompania ose këto big techs ose për demokrat. Ky nuk ka dhënë direkt, si më thon, po paguaj fushatën e këtij, por nëpërmes atyre që ka qenë i lidhën mandami me senatorëve domthon të majt, si puna e Bernie Sanders që kanë suportuar domthon kjo thjesht tregon se ka qenë influenca shumë e madhe e Alex Sorosit në këtë mes. Stadri, kam një pyetje të fundit. Ajo që ndodhet në New York, sa vite do që të ndodhet në Shqipëri? Ka shanse që të ndodhë një mrekulli e tillë, që të vinë një ri, një djalë i ri, edhe të thyej stabilitetin?
Janë shumë gjëra në Shqipëri që nuk mundesh me vlerësu ashtu se jem 3 ka sa dush. E krahasonin me Florin apo është larg Florit? Me Florin, Flori ishte shaka, me të drejtën. Shaka. Flori ishte shaka, në kuptimin e fjalës shaka. Unë kam respekt si aktor, si djalë i mirë, i pashëm, kështu çdo gjë domon, por vetëm ta marrim një aspekt, nëse një person del si administrator i bashkisë më të madhe të Shqipërisë, të me pas pak të një përvojë 1 mujore, 2 mujore, 5 mujore me qenë si menaxhuesi pak të një pallati, 4 kash ose 3 kash. Atë e thaj, jam administrator i pallatit ku jetoj. Po, nuk në gjo. Partitë opozitare në Shqipëri kanë pas mundësi po kjo është e keqja se në Shqipëri këtë do me qenë baraktar. Se si do me qenë baraktar, edhe askush nuk i beson asnjënit. Kjo është se atje ka ndërnë se ka sa dush djenë edhe vajza të reja që mundën me ba dhe punën edhe me kthy popullin me vetit, po njerëzit nuk besojnë. Se ajo establishment një kriju, domon 2 partitë e forta që njerëzit shkojnë vetëm këto dyja dhe njerëzit nuk kanë besim të këto voglat. Edhe të voglat, si më thonë, edhe këta njerëz që dalën nuk ti pave domon mas zgjedhjeve domon këto partitë e vogla që nuk bën koalicion me PD-n se si shkuan e uzune. A këto është asgjë që mundën me krahasu me Shqipërinë. Çdo krahasim që bën si për ekonominë, si për politikën, si për sistemin shkollor, si për është shumë vështirë mu krahasu me një vend që ka nivel tjetër, edukat politike, domon edukat njerëzit kanë një edukim tjetër politik. Njerëzit këtu nuk e durojnë pa drejtësinë. Dalin, ngrihen, e shohin që votova për këtë nuk i punoj votot kundërtën. Ne kena 35 vjet domon që sillen e pështillen domon edhe këtu janë 2 parti që sillen e pështillen. Po këtu njerëzit reformohen, dalin figura të reja, dalin njerëz të ri. Ai të dyshën si Komo, si Mandami. Ky që doli Mandame, të dyshën një partije. Po ky ishte demokrat, Gjora Komo, ky ishte social-demokrat. Domon ja kalon të këtij nga ana sociale. Edhe njerëz aty mashtrohen, a kupton? Mashtrohen, pastaj Komo që ka qenë guvernator ka pas sigurisht disa gjëra domon në biografi të tij që e kanë efektuar shumë, pavarësisht se edhe Trumpi edhe momenti që Trumpi tha më mirë votoni tha për Komën, edhe pse se duhet, se është demokrat, tha unë paktën se më mirë për këtë se sa për një komunist. Po, Satrim, thuaj tudhem ky zgjedhja e Mandamit e sponsorizuar ose më saktë e mbështetur pas fëmijëve sigur thathe ju nga Sorosi për Ramën këtej nëse do t'i bëjmë lidhjen, është lajm i mirë apo lajm i keq? Sepse Sorosi sigur po fiton terren, por i fiton më saktë. Shumë vështirë ka Sorosi në fitu terren përveç se në të vende si puna e Shqipërisë, domethënë që Amerika nuk merret. Jo, po fiton terren në New York e kanë fjalën. Ndoshta lajm i mirë dhe për këtë, për mbështetësit e tij. Ta është edhe një të ri gjithmonë kanë qenë diku më të zhvilluar, diku më të përkrahuna nga një pjesë e shoqërisë, por për sa unë besoj, tash nuk është se çfarë them unë është vërtet 100% dhe ka përqenë ashtu, unë besoj se për sa kohë që Trumpi është në pushtet, Sorosi ka shumë vështirë me arrit me dominua shumë. Sigur se tash ai dominon mes mashve, si me thonë mes disa shoqata, mes disa organizatave, jo shoqata organizata që ai financion. Vazhdimisht domon aty e ka ndikimin ai edhe arrin që ndoshta me konvertu disa njerëz si puna e atyre që kanë votuar për Mandamin. Por këtu në Amerikë Trump ka hap, si më thonë, ka thonë që
du prova që ky me arrit që George Soros edhe ato dame që ka po Amerikës merë si pandehur. Nuk ka akoma nuk ka mjaft prova, por shpresojmë që se domon damin që George Soros, Alex Soros e kanë bërë boss është kisha me thonë kisha me thonë si nështë kur s'ka mu riparuar. Pasi goditet njeriu në tru, domon është këtë është filozofia e tij, domon që ka filluar prej 90-s, pra 90-s, mes fondacioneve, mes shoqatave, shoqëria hapur, mes bursave që kanë zgjedhur, që ka dhënë njerëzve në përgjithë botën, atëherë gjithë vetëm Shqipëria sot komplet është George Soros. Sot me çapash unë po botohet ligji për familjen. Domthon që potrisht dihet, domthon ka pas debat në parlament dhe vazhdojnë akoma. Dihet që unë edhe kushdo dhe feja ka një vetëm dy gjinin mashkullor dhe gjinin femore. Edhe aty marrën loja. Nëse ti nihesh ndryshe do të ki çrregullime mendore. Po Mandami çfarë mendon për këtë? Mandami vërtet nuk e ka cek shumë këtë, se kurse ta kështu njerëzit më shumë rendin pas ekonomisë, planin ekonomik. Këto janë gjëra dytësore. Puna e fesë, puna e këtyre normalisht edhe këto kanë ndikimin e vet fushat, por njerëzit nuk koncentrohen shumë, njerëzit koncentrohen më shumë ke ekonomia. Çka, si më thon shqip, çka ka për mua? Ti më kërko vetëm çfarë po mjet. Nuk i intereson atij për shkakun se Mandami për shkakun është musliman shumë, në krahasim me bukën ke tavolina. Se paka shumë këtu nuk them që nuk ka gjëra që shkojnë në rregull, por liria e individit është paka shumë nivele në standarde të mira, domthonë ke mundësi biznesi, ke mundësi nuk përsekutohesh, nuk ke racizëm, atë njerëzit i shohin ekonominë. Pjesa këtë Amerika është bërë Amerikanë, pjesa domthonë që vinë, rishtas, po flas një gjenerat, kjo mundet mu qujtë si emigrant, si puna ime për shembull, këta janë njerëzit që kërkojnë ekonominë, me qenë, më shumë se sa brezi i dytë nështë që është këtu. Ose i treti që janë, po e quajmë amerikanë, se edhe brezi i dytë, me pyet finë e mi, nështë a thonë një amerikanë, por masi brezi se cili ka për të harru, se kanë, thot qyshim karë prej Shqipërie, prej Greqie, shu kanë ardhë italian, shu kanë ardhë kombit e tjerë, dhe janë amerikanizuar, ose tjerë që shkojnë, kanë 30 vite në Itali për shosë në Gjermani, me vite të tyre thonë, jam italian. Që të vërtet, megjithatë, kjo vërtetoi edhe një herë që New Yorku dhe Amerika janë vendi jo vetëm i lirive, por dhe i mundësive të mëdha. Unë sa drejtë falenderoj shumë për bisedën. Patjetër, kënaqësia ime. Ju përshëndes edhe ju.